për të vijuar drejt Kuvendit Republikës së Shqipërisë, por do të shohim nëse ata do të qëndrojnë si kordon apo jo. Është një moment ky për të parë çfarë do ndodhë, se protestuesit do detyrohen për të vijuar drejt rrugës së Elbasanit, ndërkohë që edhe makina ujëheqëse u vendos për të ardhur në këtë segment ku ndodhemi. Pra jemi në këtë pikë, do të shikojmë çfarë do të ndodhë. Pra protestuesit ndoshta do të vijojnë drejt, do të shikojmë do të vijojnë apo jo drejt rrugës për dalë rrugën e Elbasanit. Deri tani keni ecur për 1 orë e 18 minuta dhe sipas Google Maps këtu ju keni bërë 7.4 kilometra deri në këtë momente që nga nisja nga selia e Partisë Demokratike, ndërkohë që pritet të shohim se si do të shkojë. Atëherë është kërkuar nga Flamunoka që të vijojnë në këtë drejtim. Atëherë është zoti Noka dhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë, por atëherë për të kaluar. Jemi para. Atëherë ka një përplasje këtu dhe hedhje të ujit. Pra ka ndërhyrë policia këtu në këtë segment. Ka hedhje të ujit, gazi plotësiellës jashtë ambienteve të Akshit. Ka pasur kordon policor të vendosur aty, nuk i ka lejuar qytetarët që të ecin në drejtim të katedrales katolike tek ura që kalon për këmbësorët dhe shkon në drejtim selisë Partisë Demokratike. Ka ende ujë. Ka ujë në drejtim protestuesve, të cilët po shpërndahen. Autoboti me ujë është vendosur mbrapa kryeministrisë në rrugën Përbri Akshit, ndërkohë që qytetarët protestuesit janë shpërndar. Ka gaz plotësiellës, gjithçka nisi pas tentativës qytetarëve për të ecur në drejtim të urës së lanës, si të qonë në drejtim të Partisë Demokratike në pas ndoshta të parlamentit, nuk e dim se ku ishin drejtuar. Gjithsesi, me sa duket janë efektivët e policisë ata të cilët po drejtojnë dhe po drejtojnë turp ka molotov në drejtim të autobotit me ujë, ndërkohë nuk po lejohen qytetarët që të ecin në drejtimin fillestarëshmorën, me sa duket po orientojnë efektivët e policisë. Kemi dhe një flamur amerikan aty. E pam dhe një flamur amerikan. Shohim dhe presim se si do t'jetë drejtimi i turmës në këto momente. Vjon intensiv me sa duket uji dhe gazi plotësiellës në drejtim qytetarëve. Shohim largimin me vrap tyre, ka intensifikim gazi plotësiellës, ndërkohë është hedhur edhe molotov në drejtim të autobotit me ujë. Shohim qytetarët të cilët po vrapojnë në drejtim të rrugës Elbasanit për t'i shpëtuar aty gazit plotësiellës. Nuk e dim ku janë pozicionuar drejtuesit cilët prinin grupin e protestuesve. Jemi pranë shkollës Kosova, jashtë ambienteve të shkollës Kosova, në drejtim të rrugës Elbasanit. Qytetarët janë orientuar drejt kësaj rruge duke mos u lejuar që të shkojnë në drejtimin e tyre fillestar të prirë nga zoti Flamunoka. Zoti Berisha bashkë me drejtuesit qëndrojnë po aty, më duket. Nëse do të kemi komunikimin me kolegun Osman Stava për të mësuar më shumë. Shohim shoqëruesit e zotit Berisha, të cilët më duket se kanë kaluar kordonin policor. Pam një sulm të intensifikuar nga ana e policisë shtetit në drejtim protestuesve me gaz plotësiellës dhe me ujë duke i shpërndar. Këtu jemi në kryqëzimin e shkollës Kosova. Një grup i protestuesve është në këtë drejtim, grupi tjetër nuk dihet ende, grupi drejtues, cilët kanë dhe flamurin dhe flamujt, të cilët orientojnë protestuesit e tjerë. Jemi në rrugën e Elbasanit, në kryqëzimin e shkollës Kosova. Një grup i protestuesve është pozicionuar aty, grupi tjetër
me sa duket ka qëndruar, shohim edhe deputetët janë shpërndar. Shohim përplasjen me efektivët e policisë këtu të qytetarëve të cilët nuk janë lejuar që të kalojnë. Ka dhe debat. Shohim zotin Noka, sekretari i përgjithshëm. Nëse duket janë tërhequr efektivët e policisë. Këtu jemi pranë rrugës, kryqëzimit të rrugës Mustafa Matohiti, jashtë ambientit të Akshit, rruga Mustafa Matohiti, ku ndodhet dhe banesa e kreut Partisë Demokratike. Shohim këtu kemi gaz lotësielës prap në ambientet e shkollës Kosova, jashtë shkollës Kosova. Në kryqëzimin e shkollës Kosova me rrugën e Elbasanit ka sërish gaz lotësielës, siç e shihni nga pamjet e drejtë për drejta, ndërkohë që kordoni policor është larguar nga kryqëzimi përballë Akshit, duke i lejuar qytetarët, një pjesë tyre drejtuesit të Partisë Demokratike, shihni janë shpërndar, me sa duket janë një shpërndarje imponuar nga policia e shtetit, ndërkohë shohim që efektivët e policisë janë pozicionuar në një segment tjetër dhe këtu po pozicionohen sërish, janë në shoqërinë e autobotit me ujë, me sa duket duan që të shpërndajnë protestën ose janë pritje të reagimit të protestuesve. Shohim që grupi organizator me flamuj të orientues të turmës është në rrugën jashtë ambienteve të Akshit, mbrapa piramidës, në drejtim të Urës, e kanë qarë kordonin policor, ndryshe nga një pjesë tjetër që janë larguar në drejtim të rrugës Elbasanit për shkak të gazit lotësielës. Një grup ka mbetur, ka qëndruar aty dhe me sa duket ka mundur që të çajë edhe kordonin policor. E pam edhe policinë, efektivët e policisë cilët u tërhoqën nga kjo zonë. Këtu jemi në rrugën e Elbasanit. Jemi në rrugën e Elbasanit. Kemi kolegen Gjensila Kodra, e cila do të na njohë me itinerarin dhe çfarë po ndodh aktualisht aty. Një pjesë aty janë në rrugën Mustafa Matohiti, jashtë pallatit ku banon dhe kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, ka grumbullimin e qytetarëve aty, ndërkohë që grupi me flamuj është në rrugën e Elbasanit, pranë kryqëzimit. Te ish Shtat Xhuxhat është një grup, ndërkohë grupi tjetër është jashtë ambienteve hyrjes së pallatit të kreut Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Rruga e Shpresës dikur, rruga Mustafa Matohiti. Shohim qytetarët cilët janë pozicionuar aty, besoj që janë edhe drejtuesit dhe kryesia e Partisë Demokratike, pa më herën zotin Noka. Shohim nëse do të ketë një njoftim aty. Ndërkohë edhe qytetarët të cilët ishin nisur në drejtim të rrugës Elbasanit po kthehen dhe do shkojnë sërish në drejtim të rrugës Berishit, rrugës së Shpresës, rrugës së shtëpisë së zotit Berisha, mbrapa shkollës Kosova, për të futur në rrugën Mustafa Matohiti. Me sa duket policia ka arritur që t'i shpërndaj protestuesit dhe t'i ndajt paktën në dy grupe, me sa shohim ne nga pamjet e mundësuara nga kolegët operator. Shohim qytetarët të cilët janë pozicionuar në rrugën e Elbasanit këtu. Ndoshta do të tentojnë që të futen në rrugën Mustafa Matohiti, në krahun lindor. Kjo është hyrja lindore e Mustafa Matohitit, ose dalja e automjeteve, sepse sensi është rrugë me një sens lëvizje. Kemi komunikim drejt për drejt tani me kolegen Gjensila Kodra, e cila do të na njohë më shumë dhe të na shpjegojë më shumë se çfarë po ndodh. Gjensila, përshëndetje.